Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Çka është puna e juve që nuk po e madhnoni Allahun me madhnimin që Allah e meriton? Çka keni? Ku keni gjetë dikan të cilin duhet me madhnu ma shumë se Allahun? Ku keni gjetë dikan që duhet me ju friksu ma shumë se Allahun? Ku keni gjetë dikan që duhet me shpresu ma shumë se në Allahun? Me kanë keni zavendësu Allahun subhanahu wa ta'ala. Në ajetin tjetër Allahu xhaleshan thot: "O ma qadarullaha haqqa qadri." Ata nuk e kanë madhnu Allahun subhanahu wa ta'ala me ato që Allahu xhaleshan e meriton. Pastaj ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah." E toka, këtë toka do të jetë në grushtin e Allahut subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit. Was samawati matwiyatun bi yamini. Edhe qiejt, imagjinoni madhështinë e qiejve, do të jenë të palosura në të djathtën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E pekujna po tutni ma shumë, pekujna pivje marrë ma shumë. Kanë e keni gjetë dikan që duhet me madhnu ma shumë se Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndaj zbehja e madhnimit të Allahut subhanahu wa ta'ala në zemrën e dikujt nuk qënë dikun tjetër pos në devijim. Nuk qënë dikun tjetër pos në devijim. Andaj në vend të saj, pa dyshim, kur do pësohet të madhnimi Allahut xhaleshanuhu, konkurenca përmendon që atë vend në zemrë shumë e madhe. Në vend epshi, në vend dunjaja, zvoglohet ahireti, e kështu me radhë. Andaj thotë Ibn Qayyimi, shkaktari kryesor nga të cilat vinë, të cilat e shkatrojnë zemrën, janë siguria e rrajshme. Siguria e rrajshme e zemrës dhe pakujdesia. Pa tash ju thashë ndrum, e keni pa për shembull, njerëzit të cilët nuk janë të udhëzuar, as haberin se kanë për obligimet që duhet me i bas, a keni posa ka madenin veten? Po, mëse Zoti fal. Dhe në kështu me konë që e kanë bindja ata që Zoti fal, dhe e kanë mendimin e mirë se Allah fal, ata kishin me kodë dikun tjetër, jo që aty ku janë. Kjo është shpresë e rrajshme, është mendimi keq për Allah në azhujel. Andaj, sa ma afër adhurimeve, dhe sa ma i kujdeshëm që është besimtari në adhurimet e tij, qaq ma shumë e madhan Allahun xhaleshan dhe ruhet mos me i bë gjunahe. Sa ma larg rrugës Allahut subhanahu wa ta'ala, që njeriu është aq ma let bjen gjuna dhe të njëjtën kohë paradoksi ose është i sigurt, madje nuk e ka asnjë lloj brenge se dikush mundet me ndeshku për gjunahet cilat janë duke e bë. E kur zbehet të ndërvëllazër madhnimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, si rjedhoj e kësaj zbehet edhe vlera e fjalëve të Zotit. Zbehet edhe vlera e fjalëve të pejgamberit alayhis salam. E tash këtu veç një pyetje do më bë. Me çfarë kujdesi dhe me çfarë vëmendje dhe koncentrimi dhe përqendrimi ne ndëgjojmë Kur'anin. Fjalën e Allahut azza wa jalla. Çka i bjen për neve ka thonë Allahu në Kur'an. Me çfarë kujdesi ndëgjojmë hadithet e pejgamberit alayhis salam. Sa na bojnë për shtypje këtu. A e dini të më vëllezër se sahabët e pejgamberit alayhis salam kanë ardhur në përshkrime që kur ka fol pejgamberi alayhis salam dhe ju ka treguar atyne qoftë ajetet Kur'anit, qoftë nga mësimet e pejgamberit alayhis salam, kanë ardhur përshkrime se sahabët kanë nejtë të përullur, të përqendruar, sa që kanë thonë sahabët kanë mujt zojt me ardh, me ul në kokat tona për shkak të qetësisë që ata kanë mbajt. Për shkak të qetësisë ndëgjimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të pejgamberit alayhis salam.